Futini këmbët në ujë të ngrohtë për 15 minuta përpara se të shkoni për të fjetur dhe do befasoheni me rezultatin. Mjafton të merrni një enë me ujë të madhe dhe të vendosni këmbët në të, sidomos në ujë të ngrohtë. Hiqini çorapet, mbani këmbët në këtë përbërje për të paktën 15 deri në 30 minuta. Ky ritual në duke i thjesht do ju jap disa përfitime të mëdha në dobi të shëndetit dhe jo vetëm. Duke vepruar në këtë mënyrë vazhdimisht çdo mbrëmje, ju do të ndjeheni më të çlodhur dhe gjithashtu do të evitoni stresin e ditës. Kjo mënyrë do ju ngrejë humorin, do të reduktojë gjithashtu rënien e energjisë, çliron nga tensioni dhe mbi të gjitha, ndihmon edhe kundër shqetësimeve të këmbëve, sidomos këmbëve të lodhura dhe të fryra, duke i dhënë atyre një mundësi për të relaksuar më mirë. Ju ndihmon edhe të keni një gjumë më të mirë dhe të pandërprerë. Mjafton ta veproni si një zgjedhje mjaft të mirë edhe për të lehtësuar lodhjen.